Altin. Mund ta themi gjë vëlla, se vetëm Shqipëri ndodh që të diskutohet. Do më thënë, mënyra se unë lexoj dhe thojnë e bëri FIFA, po e qof FIFA Argentinën. Në Shqipëri, luajnë futboll. Në Zvicër, në Angli, në Gjermani, në gjithë andej, po ti e marrë me Spanjën, me Gjermani që ishte kështu, e tha nuk e dha penalti. Tani po na habiti, po na tregon. Çfarë po na tregon? Shikoj çik trajnerin e Zvicrës, shikoj çik. Jo, shkojmë te trajneri i Zvicrës, shkojmë te trajneri i Zvicrës. Ikëm tani. Po e dha ai. Ne nuk ecim sepse ti nuk na ke ftuar këtu që vetë pyesesh dhe vetë përgjigjesh. Jo. Prit ta mbaroj. Unë do ta them zotëri. Dakor, më ti se do bëj një pyetje. Tani po ta bëra ty, më ja bëra këtij. Ja nuk do përgjigjem unë venati. Kur ta mbaroj me këtë, pastaj me ty. Do të them unë ty. Fakti që skuadra e Argentinës ka sponsoruar zyrtar Adidasin, ashtu si kundër Anglia ka Nike, Franci ka Nike, dhe Spanja ka Adidas dhe janë 2-2, nuk është argument favorizimi se pas vitit 94. Prit më ta bëra për përgjigjen tani se njerëzit duhet të qartësojmë se njerëzit e marrin fjalën tënde. Dhe thonë nesër mjes kafene. Ti mban përgjegjësi për këtë gjë. Po mbaj me siguri. Përballja midis Nike dhe Adidasit është një përballje e cila kalon përtej FIFA-s. Dëgjose që ta mësosh. Është një përballje e cila në përgjithësi ka fituar Nike-un gjithë këto vite, se edhe në 2018 botërore ka fituar Nike-u, edhe në 2006 kur ishte atëherë që fitoi Italia, fitoi Puma. Pra e pa në këtë vështrim dhe sponsori më zyrtar që ka pas gjithmonë FIFA është vetë futbolli. Po është fuqia që ka. S'ka lidhje fare për këtë pjesë. Për sa i përket gjyqtarëve. Për hir të së vërtetës, vendimi që morën gjyqtarët, se ta nuk është më gjyqtarë, janë gjyqtarët në ndeshje midis Argentinës dhe Zvicrës. Skandaloz. Prit ta mbaroj, pavarësisht se nga pikpamja emocionale ngjan skandaloz, nga pikpamja teknike është vendimi i dur. Për Zvicrës nuk i dhanë 10 kartona më. 10 kartona gjatë ndeshjes. Prit ta mbaroj, rregulli i ri thotë që vari dorin edhe kur të ketë ver dytë. Por, ka gjithmonë një por, pyetja është, a ka ndodhur gjithmonë një drejtësi kaq kirurgjikale në raport. Pse vetëm Argentinës bëj pyetjen ti? Çdo ndeshje Argentina protagonist. Pse Argentina? Pse Argentina? Argentina me Egjiptin, Argentina me këtë, Argentina me atë. Pse Argentina? Jepi për topin atë lart. Bellingham s'ka gol rregull. Po sekond. Si bie Shqipja. Po. Një fakt disi pas zakont është se Argentina është përfaqësuesja vetëm nga 48 pjesëmarrëse në këtë botror, e cila nuk ka pas një ndërhyrje të varit kundër saj. Pra kjo është pak e Ky nuk është argument. Ti duhet të na thuash kur ka qenë vari për të ndryrë dhe s'ka ndryrë. Për mua ka qenë, domethënë, duhet të ka. Ore kishte 7 raste me Zvicrën. Çuna dhe goca, se jemi çuna dhe goca. Gjyqtarët dhe futbolli qur ka lindur ka pas polemika. Maradona edhe do ketë gjithmonë. Gjëm çik trajnerët e Zvicrës na ndihmojnë bisedë. Shkojmë.